Lidhje direkte nga Prishtina, unë kam kënaqësinë që të kem ekspertin e njohur të çështjeve të sigurisë, zotin Drizan Shala. Zoti Shala, të falenderoj që gjete kohë për të na u bashkuar. Me mbrëmba, Franco, për ju, për shikuesit e juaj dhe për musafirë në studio. Zoti Shala, doja të vazhdoja direkt përsa i përket vizitës së Mark Rutes në Kosovë. Ai ishte shumë i qartë kur nënvizoi dhe e citoi Mark Ruten për të lëvizur dialogun Kosovë-Serbi përpara, të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet dhe të bëjnë kompromiset e nevojshme dhe të përqendrohen në përfitimet afatgjata. Si e lexuat ju këtë mesazh direkt të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s? Para se të përgjigjem në pyetjen e drejt për drejt, ne do duhet të analizojmë arsyeën e ardhjes së sekretarit të NATO-s në pjesën e Ballkanit Perëndimor, ose si pasojë ndryshimeve të bazamenteve gjeopolitike që tani kanë marrë një rrugtim të formësimit të saj. Vizita në Bosnjë ose pasojë e konturave të brendshme politike dhe tentativës tani më të qartë të shkëputjes së pjesës së Republikës Srpska dhe iniciativës se do dikot për të ndryshuar dhe për të shfuqizuar gjitha vendimet federale të Bosnjës brenda territorit të Republikës Srpska dhe më pastaj për të kaluar në pjesën e Republikës Kosovës, ku ai ndër të tjera sekretari i NATO-s potencoi 4 pika kryesore. Sakt. Pra, pika parë ndërlidhet me aspektin e asaj të fuqizimit mandatit të KFOR-it, pra një mandat i cili tani më gjatë 4 vitit të punës është sfiduar në forma të ndryshme nga veprimet politike, dhe që ardha e tij ishte një mesazh tregues i qartë që bashkëpunimi me faktorin ndërkombëtar ushtarak në Kosovë është jetike dhe është e padiskutuar, me qenë se ka ndryshime të bazamenteve të gurëve të gjeopolitikës. E pika e dytë e bisedës gjatë konferencës për shtyp me presidentin Osmani ndërlidhet kryesisht në aspektin e marrëdhënieve dhe ofrimin e ndihmësisë ushtarake, po edhe të NATO si komponent politike dhe të normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi. Pika e tretë ishte ajo që më së shumti ka kriju bujë në Republikën e Kosovës, çështja e marrëdhënieve NATO-FSK, duke pasur për bazë një element i cili ka krijuar një vulkan apo një tërmet medial, po edhe institucional, ku ndër të tjerë shefi NATO-s po të thon faktin që FSK-ja ka mandat humanitar dhe NATO e mbështet në aftësimin dhe ngritjen e kapaciteteve humanitare, por një gjë nuk duhet haruar, sepse ai është mbi gjitha shef i 28 vendeve anëtare të NATO-s, të cilët pjesa e tyre 5 prej tyre nuk e njohin Republikën e Kosovës, pra ka folur nën petkun e një misionit neutral sa i përket statusit të Republikës së Kosovës dhe asgjë nuk ka thënë të gabuar, sepse një nga 4 misionet të forcës së sigurisë së Kosovës me ndryshimin e ligjeve në 2019, pra ku i jepet mision dhe mandat i ri, edhe mbrojtje territoriale, edhe suportimi i autoriteteve civile në katastrofa humanitare, pra edhe në bashkangjitin e misioneve ndërkombëtare humanitare, pra janë elemente që ishin inkorporuar në kuadrin e fjalimit të tij për mënyrë perfide politike, dhe elementi 4, por të thënë padyshim edhe misioni ka një karakter të tillë dhe ka një dimension në forma më spektakolare deri më tani që është trajtuar një çështje, është siguria rajonale. Pra, vizita e tij në 4 pikëshin e bisedimeve në Kosovë e theksoi të siguria rajonale dhe padyshim siguria rajonale kalon dhe do të kalojë përmes Beogradit, sepse është e vetmja protagoniste e cila është destruktive sa i përket kërkesave eksplicite nga faktorin ndërkombëtar, qoftë nga Brukseli apo nga niveli më i lartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, të falenderoj Drizan. Në lidhje direkte nga Tallinn në Estoni, unë kam kënaqësinë që të kem kolonel Çlirim Tocin, lektor në Kolegjin e Mbrojtjes të Vendeve të Balltikut. Kolonel, ju falenderoj që gjetët kohë.